Selamu alaikum të dashur mes të rretëris, mirë se po takohemi me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën tonë dhe tuajin, profesor doktor Shevket Krasniqi. Të dashur miq, emisionin Rruga e Ndriçuar mund ta ndjeshni përveç pranë ekranit të rretëris, po ashtu në Facebook dhe YouTube personalet e hoxhës profesor doktor Shevket Krasniqi. Hoxhë nderuar, selamu alaikum. Selam. Po fillojmë sonte, do të lexojmë pyetjet të cilat na kanë arritur në redaksi. Kemi një pyetje thot vetë hoxhën si mjanis mu fal, se po kam qef mu fal e s'po di ç'është mjanis. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e madhruar, salavat dhe selam pejgamberit e bekuar sallallahu alaihi wasallam. Shokëve të tij, familjes së tij dhe të gjithë atyre muslimanë dhe muslimanët të cilët e kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e tij burrit të madh deri tek sa ditë ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj falja namazit për besimtarin është vepra kryesore me të cilën obligohet robi, është puna më e madhe e hajrit, është hajri më i madh, është ibadeti më i madh. Dhe kështu me radhë. Falja namazit është sikur se ujit për peshkun. Se knaqet ai pa ujë, me ata ujë, mbrana ujit. Dhe në fakt nuk mund të imagjinoj jetën pa ujë. Vdes trupi. E tek besimtari nuk vdes trupi, por vdes shpirti pa namaz. Zemra ka të vdekur. Allahu na ruajt. Si mjanis më falë. Lehtë është e punë shumë. Veç do të me vendos për hatër të Zotit. Me qitë krytësisht. Këtë kohë të sotit, me letra. Me letrë në dorë. Me telefon dorë, të lezu suret, të tregu se të bjenë ruku e kënën këtë lutje, këtë dua, këtë formë ngritesh për rukus, pas të e bjenë sejde, krejt praktikisht, qoftë edhe me zamit, qoftë më falë mas dikujna, dhe sa të mësohesh. E rëndësishme është me falë namaz. Me i razë Zotin sishtë. Me i tërgu të madhët Allah. E aje din. Po të ki nevoj me i tërgu. Me i tërgu të madhët Allah. Që o Zotin jam, unë të njëhë ty për Zotë. Të pranaj ty për Zotë. Ti ke kërkuar prej nesh, jo një herë, as 2 herë, as 10 herë, as 50 herë, rreth 100 herë, mbi 80 herë. Na ka përmend namazin. Prej fillimit të Koranit. Deri në fund. Dhe pejgamberi të Zotit jam, asnjë farzi se ka dhënë rëndësi sa namazit. Andaj, unë pjanisi më falë. Qysh di? Ti e Zot pranama. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Zoti jam. Sa njeriu jeton, dhe nuk di pse jeton. Sikur se në mjekull, apo në errësirat natës, ku vazhdon të bredh në për mjekull, apo errësirat natës, pa ditë ku pa shkon. Kur largohet mjekulla,
apo kur t'jap lind diellit bëhet sabat ashe ku është, o hub krejt, o rëbovan. S'mon kthehet. Edhe njerëzit këtë dënja pa namaz e pa din, jetojnë në mjegullira, në rësira. Harrojnë ata. Shtihen se pa harrojnë. Duke munduar që edhe Zotin ta mashtrojnë. E vazhdojnë atë gjendje deri sa t'i kap vdekja. E tani më ku me shku? Ku shkon robi pa namaz? Ku shkon? Ka jaman? Në varë dhe me hi pa namaz? Jo. Ja. Dhe me dalë para Zotit pa namaz? Jo, bre, vallaj. Ti me dalë del, se pa qare me dalë. Por, qysh me dalë para Zotit? Qysh me dalë? La ilaha illallah. Andaj, le t'ja nisë motra me falë. Asje dit me sprit. Dhe më ndohë me shiju namazin. E që bi me falë nga dalë. Me shiju. Ranjen seqte. Me shiju lezimin e Koranit edhe pse nuk e kuptan. Kur thua alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin. E kështu më radhë. Po. Hëzë, e kemi pyetjen e radhës që u bo martesa e Muhamedit a.s. me Hatixhen dhe a është e vërtet që në fillim baba i Hatixhes nuk ishte në pajtim me këtë martesë. Hatixha ishte një grua Mekkase, shumë e zoja. E njohur për karakterin e saj, për cilësitë e saj. I kishte edhe një specifik, një veçori tjetër ishte e pasur. Kishte biznes të vetë, ku mërte me qera njerëz, i paguante njerëzit, burrat, që menaxhojnë tregtinë e sajna. Dhe për të shkanin njerëzit në Sham. Sham ka që Palestinë e madhe në atë zaman, me karavane tjera, për me shit e për me ble madhë. Biznisi me kuptimin e plot fjales. Ndërkohë, këtë kohë pejgamberi ishte djalë i ri, ai ishte e vej. Ishte çoban pejgamberi. Bari. Asa e propozon dikush pejgamberin për ja menaxhu tregtinë. Dhe ai e thirr pejgamberin edhe bie dakord me të që t'ja menaxhoj tregtinë, biznesin. Pejgamberi pranoi. Dhe shkoi me pasunitë saj në Busra, qytet në Palestinë e madhe, e që tani Busra është qytet në Siri, afër kufinit me Jordanin. Ka qenë aty një treg i madh, i njohur ai vend. Dhe Hatixha pasi biznesi me pejgamberin po ecë shumë. Edhe shumë Zoti bereqet. Dhe kjo bo shumë korrështare. Pse me këtë njeri
ka që për mes biznisi. Filloj të interesohet për të më shumë. Krejt kjo para se pejgamberit me arë shpallja. Ndështë njëri thjesht nuk e pejgamber. Hatijja, të bëllafën të shoqet veta, se biznisi për hecë fort, se punëtori i saj, menaxheri këtë fjallore në sodit, shumë i shkatë, shumë i bereqet shumë. Të bëllaf me shoqe. Shkon mendja, bëj Allah, thënë, pëse mos mja propozu Hatijjen, pejgamberit. Mirën vesh, ngranimi me zveti, Hatijja me dëgra, dhe dërgan diken dë mënyrë si të më sheft pak, kështë s'pëdin oj Hatijja kur gjë, shku të pejgamberit dhe me thonë, qysh për kalën, të për kalën me Hatijjen, a kine e vrejtja, ndë e këndë njerë me hinë më habet, e pas taj me thonë, Hatijja është një grua vej, ti e din, ajo ka nevoj për burë, është moshën 20 vjeqare. Në atë kohë. Pejgamberi kështë vetëm 25 vite. Dhe Hatijja është interesune, jo interesune, por a interesune me gjithë burë, amo me të përpozu ty, a e kështë marë ti. Pejgamberi heshte, thëmë, zdi. S'ka mrejtje, po do të më kujtu, do të me vetë migjen të po talibin e kështë se venë babe. Deshte Zoti, dhe pejgamberi pranoj, po talibi pranoj, Hatijja pranoj. Hatijja këtë kohë nuk ishte babë. A pas babën e vdekun. Dorën Hatijja, se pejgamberi e le babë agjës vetë, po talibi thë tash, ti e si babë jam, ishte të kujdes për te, ishte rritje të më dorë të agjës vetë, tha, nëse thëni, ata në konë me gjëllarë plët, ata konë 8.000 gjëllarë. Ka vdek Abdullah kanë me të 7. Abdullah i baba e pejgamberit. Tha, nëse vendosni ju, unë aty jam. Më talibi tha këtë punë në neve. Ta kryne me darëse me ka kretë nipit, për martohet nipit. Nipi, pa non, pa babi, ka rritje tim. Kështë që nga anë e pejgamberit, përgjithësinë e morri Abu Talibi. Nga anë Hatijjes, përgjithësinë e morri një Amr migja i saj, në agja i saj, sepse baba i saj ishte vdekun këtë kohë. Edhe bën kororen. Dhe bën një farllaj gostije, darsën, dhe martuan. Kështu ndodhi martesa, edhe e qka është halema me rëndësi, është fakte se historie me të gjithë thaborimet e sajna. E vërtetën dhe argumentën se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e Hatijjen bashkë jetuan një jetë që kam beten mostër shembull i një qifti të lumtur deri sa dërsa ditë të jesën deri në kiamet. E vërtet që pejgamberi pastaj martu me gra të tjera, madje shumë më të reja, madje edhe më të bukura. Por kur atë lumturi, atë prehje shpirtërore, nuk e ndjeu që kishte ndjej me Hatijjen sa ka qenë. Andaj, themi bënd shumë dhe pa asnjë dyshim. Hatijjen Allah ja kishte ruajtur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hatijjen Allah kishte gatuar, kishte përgatitur për këtë burr të madh, për mi gjindë ajo grua, ti burrë të madh në ditët më të vështira të jetës së tij. Në ditët më të vështira të jetës së tij. La ilaha illallah. E martej atë kër I kishte 25 vite. E erdhe shpallja në moshën 40 vite. Vdiq Hatijja dikun kër kishte pejgamberi 50 vite. Sa për I bje që ka najtë me te? Rreth 25 vite.
Apo? Por, jetë bashkëshortore. Ta të rangë është vështirë, edhe afër mi afro se le me gjithë qka të tjilë. Kër erdhi shpalla e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam, cili ishte njeriu që mësë shumë të qetësoj e freskaj e ndihmaj e gjendë pejgamberit? Gruja. Njeriu i parë ftyrë tokës që pëse pejgamberi ishte gruja tina. Muslimani i parë në dynjat, në fejnë tonë islam ishte gruja, mas pejgamberit. Hatidja. La ilaha illallah. Andaj, dhe vetë fakti që pejgamberi sallallahu sa keme ta, kur për jetë, a si shkejnë meni e martu me gru tjetër pile. Hatidja ka qenë grua e veçantë të zëtën, pejgamberi ka lavdruar shumë. Edhe ka thonë, janë pjekur shumë burra, por grajen pjek ma pak, dhe ka nëmru 4 për tyne. Ndërto, ka nëmruar edhe Hatidjen. La ilaha illallah. Prapi grave më të veçanta në dynjat. Radi Allah, në Allah që o të knaqën me te. Po. Nuk e të gju për pejgamberin e sallallahu dhe Hatidjen, është ka jesë të palezu pyqët të hoqë. Në fakt ja vlena e me po njeriu, sepse është një shambull, një mostër, që ja vlen mja kujtu se cili burve të vetës vetë, po dhe se cila gruves vetës e saj. Nuk është vlerë, dhe gjë vla në 2 fjallë, nuk është vlerë e gruas, ta është i borën ngrësht. E ta zërpë i borën, nuk ka vlerë. është aftësi, por jo vlerë. Jo është dhe aftësi, është vlerë. është aftësi, është mjeshtri, është gjinshmëri e saj, ama jo vlerë. Ka vlerë. Vlerë është kër gruja i nënshtrohet plotësisht burrit saj. Dhe vlerë është kur burri e vlerëson gruan ashtu siç kërkohet prej tina. Nuk është vlerë të përdor burri dhunë ndaj gruas. Nuk është vlerë burri ta shajta ndaj gruan, pse po mundet. Nuk ka vlerë ajo. Mund t'jetë diçka tjetër, për jo vlerë. E vlera paguhet shumë, çmohet shumë. E Hatidja ka qenë plot e përplot të tëra me vlera. Për ata Gjibraili ka ardhur dhe i ka thënë pejgamberit, përgëzoje, këtë që po që tash Hatidjen, përgëzoje se Allah e ka ndërtuar një pallat në xhenet. La ilaha illallah. Po. Allah shumë e të fëgjendëru. Pyetja radhës është të a lejohet me japë rishfet për me marrë lejen e vazitjes? Në pare më lejohet. Sepse atë do marrë me merit. E jo me rishfet. Për pasër unë azat nëse të mohohet e drejta jote. Të blokojnë. Të blokojnë. Blokojnë në qëllimi këtë pra, në? Po dhe. Jo vetëm këtu, po në raste tjera. Mund të këtë grupe, tash të me qujtë mafioze, po në fakt në emën e ka jo, të që shdo shquje. Nëse njeriu ta mohon ty të drejtën tanë në mërën institucionit, që së është i veti, por është frëzën dinakrinë, gjinshmërinë, autoritetin e vete, pushtetin e vete, ajo është mafi. Idiotizëm është. Dhe ti në takatën e vogël që ki që kemi ba? I ki vetëm një zgjedhje, s'ka tjetër, ose me metë pa qate, ose me dhanë rishpet. Me merit harraje.
Kjo dallon. Shumë dallon, e qënë këtë nuk për dita është Kosovë, që ka diçka të tillë, se në rastet tona tek ne, është mirë, kur e kesh përdorin në këtë formë, këtë mënyrë, është mirë me i paraqit rastet. Me paraqit rastet. Dhe tani kër paraqit në rastet, një dikur shteti ndërmerë diçka. Dikush e thjerat, dikush lipiti në llogari. Pse bashkë ty ankun? Pse? Po, pra në parim nuk lejohet. Sepse dhe të marrë me merit, lejen. E për qashtu, e pagu dikuj s'ka në heq as mi kryuar ta, as kur që, as me invaziti, por tani mërë njerëzit qafë. Nuk e di shenjat, bën aksident, runa zëtë edhe, dome është i gatë shumë. Për pas asaj që rishfetin në islam është ndaluar. Po. Shkojmë edhe me një pyetje para se me shku në pauzë. Thotë, vegjët rreth dënimit të varrit, a janë të vërteta? Vetët të shfaqura në rrjetet sociale? Çfarë vegje? Po shfaqen disa vegje nëse është fjala për to, për dënimet të varrit, janë do zona, do nëse është fjala për këto. Po, nuk e di unë, nuk e di, por tash në senën e di që dënimi i varrit është hak dhe nuk dyshohet në të fare. Allah i madhruar ka thënë edhe me Koran. Për Firaunin dhe parin e familje tine. Enar yuradun aleha guduan wa ashia, wa yawm al-qiyamati adkhilu ala Firauna shadda al-adhab. Ali Firaun, familja e Firaunit, Allahu po thot aty një paraqitet i shfaqet xhehenami, zjarri, jo xhehenami, zjarri me gjezëmbrëmje. Ndërsa ditën e Kiametit thuhet futeni ata në dënimin më të rëndë. Ndërsa ditë e Kiametit, ky zjarri për ku po jetë? Ky është në varr. Me Kur'an që ndërsa me hadithe, me dhjetra hadithe që flasin se jeta në varreza është hak. Dhe se në varreza njerëzit shpërblehen, por unë e Zotë dënohen. E pastaj, Allahu shfaq në një shenjë, që në një brim, Zotët mërshëm, e dish tjetër, Zotë është përftëqëshëm e bo qka të tënë. Jeta në varreza është e msheft, është gaib, i përket botës tjetër, e bota tjetër komplet për neve është e panjohur, është botë tjetër, për ata që vojë tjetër, sepse s'kem qasina me ta, dhe në isaj bote, dhe i të futun vetë në te. Dhe i të futun vetë në te, dhe i desën vetë. Nuk kem qasje. Por Zoti ka fuqi. Ka fuqi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë me dy shokët e vet, duke ecur në Medinë, dhe kanë kaluar pranë disa orë, u kanë qenë 4, thuhet 5, dhe ka pyetur, e njeh kush këtu varreza? Kanë thënë, po ja Rasulullah, dikush prej shoqëruesve, këtu janë varreza të disa paganëve, edhitarëve në kohën e gjahilijetit. Pejgamberi ka thënë, këta njerëz janë duke u dënuar. Po mos kisha frikë, se s'mund të adoroni, do ta kisha lutur Allahun me ndëgju brimën e tyne që ka jenë duke hjekën varë. Do kisha lutur Allahun, jam mundësu me dëgju tortura që në të peritukta, brimën e tyne, shkak torturave që janë varë. Por, rahmeti Zotit, i madhë, unë tut në isponin dëgjani, s'pën dërani, s'pën përbalani, andaj nuk e lusë Allahun, janë bo me nku, me dëgju. Pas të kanë qenë të shku në vërëm tjetër, në rrugë tjetër, edhe i ka po dy varreza, edhe i ka thonë, këtu dy varreza, pronarët e tyne, innahuma ju adhebani, wa ma ju adhebani fi kebire. Të dy varreza nduke u dënuar, dhe ju për disha këmë disat madhe. Njëri prej tyre ka bajt fjallë.
kanë emshi binimime, bën fjalë. Thakë, përmisht i gjinën për qare, me bë fesad. Ama l'akharu, fe kanë la yastanzihun al-bawli, rësa tjetëri nuk ka pasur kujdes gjatë urinimit. Pra pa dënohen për të dy gjëna, pra pas ka dënim. Edhe sa të dush hadithe tjera. Andaj pavarësisht videova aty në farë që mund me qenë montajët e tjerë, jeta në Varreza është hak e vërtet. Dhe shkë është parim e ehli sënetit dhe gjematit që cek edhe Imam Tahaviju në akiden e vetë, libën e tina. Dënimin dhe shpërblimin varë, ne ehli sëneti konsiderojmë hak dhe nuk dyshojmë tu. është jetë në Varreza, që të hajatul barzakh, jeta në barzakh, jeta në Varreza. E njerëz atje ose janë të lumtur, ose janë të mirë. Allahu na ruaj ya Rabbi. Po. Allah shpëleft. Hoxhë ndërum, se pajtohesh të shkojmë një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi përsëri. Të dashur miq, shkojmë një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën tonë të tuajin, profesor doktor Shefet Kasniqi. Selamu alaikum të dashur miq të RTI-s. Jemi rikthyer sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën profesor doktor Shefet Kasniqi. Hoxhë nderuam, vazhdojmë të lexojmë pyetjet të cilat na kanë arritur në redaksi. Thotë, a i lejohet femrës muslimane të heqë qimet e fytyrës? Po. Sipas mendimit më të saktë të ulemave, inshallah taala, i lejohet femrës të heqë qimet e fytyrës, sepse në parim femra do të jetë pa qime në fytyrë dhe në trup, përpas flakëve, ndërsa burri do të ketë qime në fytyrë. Ato qime që dalin gruas fytyrë e dëmtojnë atë, e pengojnë atë, e rëndojnë dhe burrin e saj. Ka grua cila po mos të heqë qimet, bëhet kështu gati, s'pëdhen pa dërushme, për bëhet shumë e randë me pa për burrin e saj. Andaj, inshallah taala, lejohet me heqë qimet e fytyrës. Po. Vazhdojmë pyetjen e radhës. Ja, motra muslimane kanë bë analiza, më kanë dalë se shancat për me mbetë shtatzan janë 0%. A ka ndonjë lutje të veçantë? Lutje me lutë Allahun, me lutjet e tua, me atë që ta thot mendja jote, zemra jote, me dhanë sadaka, me rashëm me istikfar veçanti natën. Por, me pështet Zotit, por prap, bën Zotit që ka të dënë, të bareke o taala. E nashta Zotit ka shkruaj motër që të me mbetë sterile. Nashta ka shkru. Dhe mos harra se ka pas gramat mira se sa ti, që nuk ka lindër. Ka lindë Aisha? Jo. E me mirët e Aisha. Dhe shumë gra tjera. Se shkru në Zoti, se shkru. Robi dhëtë me jetu për Allahun, e ju për thmi. Jetu për Zotin. Falë Zotin jetej për ty. Dhe lutë Allah më të falë thmi, Zotin të falë kur dënë, ndashtë në plesni. Por, pajtë me saktimin e Zotit. Pajtë me saktimin e Allahut. Sepse këtu e në ligjet Zotit, që dikuj Zotit jep thmi, dikuj nuk jep. Pasaj dikuj jep vetëm djem, dikuj jep vetëm vajza. Dikuj jep djem dhe vajza. Bën që ka të dënë të barek vë taala.
Po. A lejohet borxhi apo verësia në Islam? Po, dhe shumë sevap. Është sevap i madh, po. A lejohet haxhiu gjatë ihramit të lidhë rrëp në belin e tij, ku gjendet një xhep, po shkruar në rrëp, gjendet një xhep për ruajtjen e parave. Po. Vazhdojmë pyetjen e radhës, hoxh i nderuar, a i lejohet gruas të kërkojë divorc nga burri i saj steril? Po. Nëse vërtetohet që burri është steril dhe nuk lind, gruaja ka të drejtë të kërkojë shkërorëzim. Sepse është hak i gruas që të bëhet nanë. Ta nëse prahu një burr që nuk lind, dhe ka të drejtë me kërku shkërorëzim. Po. Se ka mbet obligim për besimtarët musliman haxhi dhe çka kuptoj me fjalën haxh? Haxhi ka mbet obligim për kohës Ibrahimit a.s. Haxhi është për kohës Ibrahimit a.s. وأذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. والله عز وجل pasi që urdhër Ibrahim a.s. ta ndërtej qapën. I tha thërë njerëzit për haq. Ibrahim i tha o Zotja. Ku janë ata njerëz që me thirr? S'ka njerëz? Kanë me thirr? Allah i tha Ibrahim të thërë. E jo që është me iftu me thirr, e jam i është një që zanën tanë. Dhe hipi një kodër që të bënë kubes, thohet kodra, afer Safas, dhe thire e juhen nasë e njerës. Allah ka caktu haxhin, bënë haxhin. Allah ka bërë haxhin farz, bënë haxhin. E Allah ha cekë këtu në Koran që ceka me herët ajetin, u edhe në filnase bil haqë. Thërë njerës për haqë, dvinë ata dvinë tani, në fund dënjas atje. Javë që Zoti. Ftesën tani javë që Zoti. Dvinë ata, në kam e dvinë me deve. Hypun. Në kulli fegjën amik, dhe gjdo proni, gjdo prockë, gjdo mali, gjdo shkëmbe, gjdo në për ku ka dikon shtëpia, me disë malive që ka as të rrok satelite, as të rrok antena, as të rrok televizoras. Këtë dënja, njerëzit jetojnë, atë rastisht të takën njerëzit, zdin ka knarta, ka shumun, edhe atë pe atje i binë. Që ditë shumë haqë. Tani Allah i madhruar, kanë vazhduar njerëzit ta bëjnë haxhin për vjetë, për i kohës Ibrahimit. Por me kalimin e kohës, mënyra e kryerjes së haxhit ka devijuar, ka pësuar ndryshimet më dha, sepse shoqëria ka kaluar në paganizëm. E pastaj, ka ardhur pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atë në fund të jetës tij, vitin e 9 Hijri, haxhi është bërë farz. Dhe pejgamberi ka kryer një haxh vitin e 10 në formën që ka urdhëruar Allah azza wa jall, që është forma që kryejmë ne sot. Dhe Allah ka bërë shtyllë të 5 të Islamit. Haxh është për qëllim vizita Qabës dhe kryer disa ceremonive tjera, Mina, Muzdalifa, Arafat të tjera, në kohë të caktuar, me rite të caktuara për muslimanin. Thuaj ndash pak më ndryshe. Allah i madhruar ka dashur që në tokë, dina, tokë është të Zotit, ta ketë një shtëpi të vetën. Një shtëpi të vetën.
ku ajo shtëpi i atribuohet Allahut dhe thuhet shtëpia e Zotit. Çfarë është shtëpia e Zotit? Bejtullah. Bejtullah. Ta ndërtoj një shtëpi në tokë. E pastaj të urdhëroj njerëzit që ta vizitojnë shtëpinë e Zotit. E ata që vizitojnë shtëpinë e Zotit, ata janë mysafirë të Zotit. Ata në mënyrë indirekte e vizitojnë Allahun. Për ata që janë mysafirë të Allahut, sepse janë ndarë në shtëpinë e Allahut, në haram vendin e shajt, që ka bërë Zotit shajt të Allahut. Andaj haxhiu ka një tretman, një shejtëri të veçantë që se ka asnjë njeri tjetër. Përderisa është një harama, përderisa është në haxh. Haxhi është shumë i çuditshëm. Shumë i çuditshëm. Është universitet në vete, madhështi, është kapela, qërshia, e badeteve, me të përmbushit islami, i Europit. Po. Pyetja radhës është, thotë, kam shumë borxhe, a lejohet të lutem që dikush të më lajë borxhet? Po, lejohet. Të luto me të la Allah borxhet. Lutem të la Allah borxhet më së miri. E tani Allahu ta çon dikant, inshallah. Ose çon parë ty dhe i lan ti borxhet, o ta çon dikant që lan borxhet. Pyetja radhës është, thotë, a e kanë gjëna prindrit nëse fëmia i tij shkon në mbrëmjet e maturës pa lejen e tij? Unë do të bëj studën një hoxh, më fal. Po. Nëse fëmia i tij shkon në mbrëmjet e maturës me lejen e tij. Ja, që me lejen e tij është haram. E pa lejen e tij, nëse ai nuk e din, se nga kanë Zoti. Ai mund të jetë përgjegjës se ka eduku sa duhet fëmin, por kanë herë dhe edukon dhe prap del, të ftere shkrejt. E Allahun nuk ngarkan me të që s'me në banë robi, që s'me në banë. Se në banë, nuk e din, ose se në nalës, eruna zët. Për ndyshe haram janë ato. Shkurja në mramët maturave është haram i qartë. Për e harameve më të mëdha që mund të bëjë rinia, apo dikush tjetër. Andaj, harame kanë ata drejtore, profesore, që shkojnë, që organizojnë, që nxisin, e marrin pjesët e tjerë. Harame kanë dhe prindërit që lejon fëmijët me shku. E harame kanë dhe fëmijët që shkojnë sepse në moshën madhore ata. Tanin moshën madhore. Haram është dhe për të Allah në rujtë. Vazhdojmë pyetjen e radhës. A është i sakt haxhi i gruas pa mahrem? Simbas Hanefive dhe Hanbelive jo, ndërsa simbas Malikive dhe Shafive po, dhe mua me përshën kjo në zemër më shumë. E Shafive dhe Malikive. Allahu alem, po. Pyetja e radhës, thot, atakohen shpirtrat e të gjallëve me ato të vdekurve. Në koment e ajetit koranor, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Ibn Abbas radiyallahu anhu dhe ulemat e tjerë të selef e thonë se qëllimi i ajetit është se shpirtat takohen, shpirtat e të gjallëve takohen me shpirtat e vdekurve, kur flajnë shpirtat. Kur flajnë njerëzit. Kur flajnë njerëzit, shpirtat dalin dhe takohen me shpirtat e vdekurve. E pastaj, ata që jenë gjallë, kthehen trupat e tyne, ndërsa atyne të cilët që janë të vdekur, i nalë Allahu aty.
mbesin ata. E thuhet ndryshe se ata shpirtat të cilët është shkruje ka caktu me vdek në gjumë, në besën e gjennet nuk vim poshtë heq. Dërsa të tjerë që kanë me jetu zbresin poshtë trupat e tyne. Dhe ne pastaj kuptojmë këtu në tokë se filani ka vdek në gjumë. Fakt shpirtin e ka shku në qiell më taku, po e së këthy poshtë heq, ka me të naltë atje. Kështu thot edhe Ibn Kurtubiu në tefsir dhe shumë ulemat të tjerë. Ibn Taymija thot kjo meselë Allahu alem, ka shaj, por nuk është e sigurt. Se takon shpirtat të gjallëve me shpirtat të vdekurve. Allahu alem. Por shumica ulemave janë që po takohen kur flajnë njerëzit dhe u dalin shpirtat atë që shtash takohen me shpirtat të vdekurve. Dhe se rrjedhoj kësajnë është tani edhe andrat. Kur të robe pash andër nanën e babën e gjyshin e vllahën e shokët e tjerë pash andër, në fakt jenë taku shpirtat me zveti edhe këti i ka metash ajo, edhe kur a shpirti e ka marrë metat një hori dhe ka fut të rutina tak, edhe këti kujtohet ash ajo andër, qërta si mjekull. Allahu din më smiri. Po. Kur ndëroft. Thot, jam 15 vjeqare dhe po kam efsh vetëm për femra. Si të shërohem dhe a mundet të jetë magji ky efsh? Nuk ka punë magjike, punë nxitje, stimulimi. Kjo është punë stimulimi, nxitje. Mos me stimuluhet vetëm për prap, me gra shkollës, me falë namaz, me lutë Zotit, u mënu me harru dhe gjana. Robi për mënyrave të forta të shërimit është me i harru disa veprime, disa ndjenje, disa gjana, me i harru. Pas pa harruan, mundo me i harru dikur ato harruan. Nëse merë me tu. Dhe kondër të asaj, nëse njëri stimulem vetë vetën për diçka, aja kur se largohet, veç vjetë të këj shtuar. Të ne mund thëtë, ja Allah, kum lishë për rranë, nuk ka qështu, për ke stimulu vetë vetën. Për atë, këtë organizatat përëndimore, të cilat vinë vendin tonë me prish këtë vend, për dhe vendet të tjera me prish, këtë çka bojnë, marrin grupe persona, 3 dhe mundohen me i stimulu. Duke nxit, duke i stimulu, duke ngacmuar, duke arritur ndjenjen e qiftit lloj tjetër. Dhe në këtë formë krijojnë grupe që i quan pas taj këtu farë, që janë këtu grupe të këtu në farë. Më zë ma keqë. Për të thonë më vonë, për të thonë se është drejti tina, është një nevoj që ndjenaj. A nuk e cekë që ka pënu të ankohen me nëzit me stimuluat, e këtë se cekë. Për e cekë atë në fund të që nevoj është që pëtë ti. Ta kanë që të ndjenjë, andaj do të mja u respektu njerëzve. A nuk e të reganë në realitetin krejtë. Nese, po. Po që vleftë. Po që ndërun, vazhdojmë për me pyetjet që të nga kanë arritë, deri në sa herë kemi të drejtë të kërkojmë një vajzë për martesë nëse na refuzon. Nuk ka caktuar. Në shariat se sa me kërku vajzën 2 herë, 3 herë, 5 herë, po nuk do të me lodh njëre në vlla. Nuk do me ta zëtnia nuk dënë, ose vajzë nuk do me të marrë kërje mesele. Që kemi ba? Po. A kemi mëkat nëse përgojojmë muslimanët? Muslimanët apo jo muslimanët? Më falë. Nëse përgojojmë jo muslimanët. Ha, po dhe se... Ka kone jo. Po, për muslimanët nuk besej që pytë kush. Po, sepse është, me e të kërënër, ole këta baldha,
e yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Dhe mos ta përgojon ndonjëri për ju dikë tjetrën, e pastaj thotë a pajton dikush për ju me hangur mishin e vllaut të vet për së vdekur. Për ata përgojimi ndryshe është ngrënie, ndryshe quhet apo përkufizohet ngrënie mishit të vllaut tënd të vdekur. Më në bën ju. Sa përket përgojimit të besimtarët musliman të gjithë kanë thënë se është haram. Po ashtu kanë thënë është haram përgojimi i jo besimtarit që është dhimi i jetën e flamurën e shtetit islam. Ndërsa për jo besimtarin që jena në luftë me te, apo s'kem kur farë më raportësh me te, kur farë kontratësh, kur farë marrëveshjes, çështja është më e lehtë, por me kusht mos me rajt, mos me ndrysh, mos me thonë pa vërtetën. Dhe ty në kanë thonë bën, por mos me thonë pa vërtetën. E shef, madhështinë e islamit. Edhe me armikun të në qenë luftë, anë pëse të lejohet përgojimeve, nuk të lejohet me shtu, me ndryshu senet. Sepse edhe aje ka shëjtërin e vetë si njeri. Andaj dhe të me respektu shëjtërin e vetë. Pse për rrenë, pse për shtë gjana? Pse me thonë ti, aje është, jo musliman, i betë të nazizë, betë, jo mëse thuj, a ke ke pa t'i bo? Jo, e pse pa thuj bën? Pse pa thuj bën? Se për janë gjetë, se për fletë me hamendje. Ti i besimtar, ti nuk ka hija është me fut pa njohuri, pa dije, po. Pyetja radhës është hoxh, kush është Imam Suyutiu, sepse shpesh kemi dëgjuar duke përmend në tefsir. Imam Suyuti është Jalaluddin as-Suyuti al-Misri, al-Suyuti. Është konsiderohet për ulemave të vëndshëm nga Egjipti, nga periferia që është konsiderohet beduin e Egjiptit. Suyutiu ka vdekë në vitin 911 Hijri. Konsiderohet për ulemave më të fortë të shekullit të tij, kur ka jetuar. Ka shënuar mbi 300 libra. Konsiderohet për gjenive të kohës së vet. Është prej ulemave të pakt që kanë shënuar në shumicën absolute të shkencave islame. Nëse lyp në gjuhë, në shkencat e gjuhës, thuaj se të gjitha gjenë Suyutiun, me libra prezent. Nëse lyp Suyutiun hadith, e gjenë prezent. Nëse lypën tefsir, këto se tefsiri, e gjenë prezent. Dhe kështu më ra, ku ta lyp që gjenë atë? Konsiderohet për djetarët me dhe i Allah e pas mëshiruar. Po. Hoxh, Allah ndëroft, Allah shpëbleft, lusim Allahun xhalla shanu që shpëblej për mundë dhe kontributin me kaq për sonte dhe përfundojmë të dashur miq, ishim me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën profesor doktor Shefqet Krasniqi. Ne ju falenderojmë juve dhe hoxhën. Deri në emisionin e radhës, paqe dhe selam për ju.